3 foto. Vetëm kaq kanë qarkulluar publikisht për projekt propozimin e Jared Kushner për ta kthyer Sazanin dhe Zvërnecin në një zonë turizmi elitar. Ato u botuan nga vetë Kushner pranverën e vitit 2024, por nuk tregojnë as pak për masat reale të projektit. Ne do t'ju tregojmë diçka më shumë. Si fillim, nuk ka asnjë plan zyrtar të paraqitur dhe miratuar për Zvërnecin. Pra nga 3 foto, vetëm 2 janë të vlefshme për Sazanin. Po, dëgjuat mirë. Prej më shumë se një viti, qeveria shqiptare por negocion vetëm zhvillimin e ishullit të Sazanit, për të cilin Kushner ka marrë dhe statusin e investitorit strategjik. Kjo do të thotë se aktivistët dhe organizatat mjedisore janë ende në kohë për ta shpëtuar Zvërnecin. Bisedimet për Sazanin duhet të ishin mbyllur në tetor 2025, por janë shtyrë pa afat. Zyrtarisht ekziston dhe një grup negociator që është mbledhur të paktën 10 herë, por ai duket të jetë një grup teknik i nevojshëm vetëm për të plotësuar pikat që kërkon ligji. Ndërkohë, takimet me investitorët i udhëheq vetë kryeministri, i cili në janar vuri në dispozicion edhe Agjencinë e Zhvillimit të Territorit me entuziazmin e grupit të arkitektëve të festivalit Bread and Heart. Njësoj, si çdo vendim tjetër që diskutohet për investitorët strategjik, zero transparencë. Për Sazanin është thënë publikisht se projekti do të zërë vetëm 8% të ishullit, por dokumentet tregojnë një projekt shumë herë më të madh nga sa është prezantuar. Rreth 448.000 metra katror ndërtime, afërsisht 970 njësi rezidenciale dhe hotelerie të shtrira në të gjithë ishullin. Projekti ndahet në 3 faza, ku fillimisht ndërtimet zënë gjirin e Shënkollës, portin dhe zonën qendrore të ishullit, praktikisht pikën e vetme nga ku mund të ankorosh në Sazan. Fazat e tjera shtojnë vila, apartamente dhe struktura turistike në të gjitha anët me shtrirje veri-jug. Përballë këtij plani, pyetja nuk është më vetëm se sa përqind do ndërtohet, por çfarë do të mbetet realisht publike në ishull pas kësaj, sepse nëse projekti realizohet, Sazani kthehet përfundimisht në një ishull privat.